goca, bravo, bravo. E njerëz. Nga dashuria Qasti ma verdi. në qellu shtriva, me kokë në diell, unë në fjeta Me kokë në gjatë. diell. Dhe... I ka ra diellin kokë. Aha. Në vra këto të dëshuruarit, ka Igor. A me e gjetë do të kongën, e gjetë do. Ja, këto ka A me se gjeje, vaja, nuk e gjetë do. Në mjeku, Nga me dashuria shi, me që borë. kam për ty, thot vajza mund të shqyej, edhe në mjeku po, piroja ka ndryshuar. Shuaj. Shqyej mërë thot, apo shquaj. Shuaj. Mund të, nga dashuria që kam për ty, mund të shuaj. Shuaj. A, shquaj, mund të shoh. Shuaj, se kanë ndez dritat e mjekullës mbrapa, vajzave. Ej, mirë mbrëmë përshëndetim që vini sot në rësëm të në glan. Haj, mi mbrëma shqiptarë, dhe kuaj qofë që gjithë. Amin. Po pëse s'na vura si kong ti sot minon, se e kena kështu si jena bosi këto. E duvi Shimiero, bonitas, ma. Do flej mjarë sonde. To që i kanë bo dasvat nga 200.000 euro. Kërcet vaj nëzet në vesh. Ne, hoqe, se ne budallej se kuptum. E pas ke Që lexuar ditë dhe që ti, u martova zi e mazi, jetën e qova. Jo, re, nuk është e vërtet. E pas Nuk ke është e vërtet. lexu edhe... Tu e hongri që bani, goca. Si janë i gjoj zonin kjo, një të vajtme, u martu, e në dila qobani, e në me brene. Folje... Qobani do tri put. Pasaj, është kjo kënga, pasaj doli ajo kënga tjetër. Si është ajo më tu mankuqe. Moj belhoj? Jo. Ta bëj me sy, ta bëj me do. Jo, ajo më që thotë dhënte mia kush i do. Ah, okej. Që është njëra gjë. U martu që bani së kishët. Barbaro Vasiliko. Ah, bravo. Barbaro Vasiliko, o po dhënte mia Mëntë, kush i do. U martu që bani dhe që ka jonë të gjokë. E vërre kur është i qef që ka punu mirë Karo Treci, i gje gjitha kohë për jetë. Për mbytje dhe... Ka punu këto ditë për makinat elektrike. Pra, të gjithë kam pasur dëme shkretët pa fund të vazhdojnë të kemi për shkak për mbytjeve gjitha, njerëzit që kam bo lekë të periudin ato të Karo Trecave. Këto ditë presin. Këto ditë presin. Yin dhe yang, gjoj mirë e ka një të keqe, gjoj keqe e ka një të mirë. Pa, oke. Ashtë ato të logaras punojnë qdo ditë, këto Tiranës, Edhe ato të qaftanës me vajnë që hedhin. Pa humbur go. Vajza, keni të gjuar ju atë shprejnë, dy gomer bashk? A? E keni parë gjëkundi? Pa. E parë punës pëse shehe nga ne, se ne si jemi 2, jemi 3. Nuk e di pëse pe nga ne, po... Jo, po thoja, e ke parë gjëkundi si dy gomer bashk? Jo? 2 gomer bashk. Jo? Jo, s'keni parë asnjëherë Pesë muaj që punon këtu, s'ke parë dy gomer bashk? Mos i ke parë asnjëherë. Jo. Qa e me ndonë gomarit ti mërë? Këqua gomarti, ato që është... Kush është për vërteti? Ore, kush kujton ti se është gomar? Gomar është? Gomar, ja, me je lek, me benevrek, me kështu gjonat, nuk është gomari. Nese, hajsa dhe gomari me gomaricën, pra bashortën e ti, kanë dhe ato probleme gjelozije. E dini si sidhet gomarica me gomarin, kur s'ka bajt në orar? Bën si gomar. Jo, gomari bën si gomar, po si sidhet gomarica. Bravo. Regjia më ndymo pak. Gomarica është kokmushk. Problem bashkëshortor gomerësh. Ja dhe ke. Hajde këtu i thot, hajde këtu. Mërqene birqeni. Ku ishe? Kjo me varsë e qafë është gomarica. Paj, me varsë gomarica. Ku ishe po të the? Po më qomë se ka njerës. I thot ky. Ku ishe po të them? Ky me këmbor është gomari. Jo. A e gomarica. Femra është kjo që e ka kap për qafe. Kush mund të kapi tjetër për qafe? A jep kohë sa të ulim. Kush mund të kapi kështu? Hajde këtu. Kush? Ke pati në jetën e përdishme në i punë kapi? Ajo nuk dorëzohet. Gomarica kokë mush komplet. Nuk dorëzohet. Amon, rëzët në dy. Pse serdhe, pse s'dolle, pse s'vajtë? Bondiki mu. Amon, rëzët në dy. Albania. Kam bloku dhe rrugë, po kjo është një problem kolateral, ansor në gjvarja. Hajde këtu, po kështu ndodh vajza dhe pse u fute, pse ma bone me drita, shu janë. Pra, në rrugët e Shqipëris, përveç një problemi familjar që kanë këta gomerët, ndodhe dhe me drejtuesit ato mjetë, dhe ne që jemi gomerë. Pse shtremët kujtja bo me drita, kë parakalon ti. Pse m'kape, pse m'preke, pse m'thyve, pse m'preke. Jo, ka dhe nga këto, pse parakalon ti? Ashtu e të fejzeta i të folë të pse parakalon ti? Pse parakalon e njefti njerëzit dhe vëmër. Ta pres fyli me thumër. I thot aia atit, ose aia sajo, këtë jonë. Mirë po, që kemi të se njëli s'kam pa njerëzit ftyrën akoma, vetëm flok të zeza, që i la me shampomolle. Kalojmë në një vënd tjetër. Që keni, në qeshte.
Moj ti e shampo së dardhës ti, ti që lanë me shampo dardhe. Jo ti, me shampo rosmarine, kjo tjetër. A, zot që na gjeti. E kanë këshu për të kuruar flokët, kuptoni, lajnë këshu. E keni dëgjuar atë këngën, vajza? Se që të bie ero floku, si në verë bërë si loku. O si besoni këto kimikate, vajza, se unë e kënë fillim ashtu i lanin edhe... Ja, më naturale, vajza, naturale. Përzindi mollë, pak uthull, pak shegë, lani flokët. Edhe në qofë se si unë Ne jemi të sapunit 15 leksh. Jemi në një vënd tjetër, vajza. Në një jashtë të shtetit. Se kujtomi vetëm ne kemi probleme me kafshët dhe bota. Ka ikë për... Ja. O, sorkavja. O, Një sorkavja. sorkavja. Ashtu. Kujtë është kjo? Kjo është Brooklyn, ku është kjo? San Francisco. San Francisco, po. San Francisco. Kaprolli, ja. Që di e madhe, pra. Atje, vajza, ka gjuhë e ti. E kanë bloku korsin. Që kujto të... Kaloj ka prëdhi. Du, jo dhe kishin marrë, dhe kishin vra e para jerë. Pasaj dhe mërqin. Apo su leju të gjithë sezoni gjuhë e tis. Ne i marim, i fusim bagaz dhe i lëshojmë në pyll. Ku? Ke pyll i vilës. Kemi pyje, i mbajmë. U bloku gjithë ura. Kaloj ka prëdhi. Ashtë, prëdhi. Këtu kene blokot, ose s'ka në kryp, blokot ose ka rëshkit verat. I parin radhë, me gjithë ka provë. Që shkja qato. Nese, ju kërëm djesë për vajzat, se nuk edhe se kishin shumë mëndin, janë të shqetsuara, kanë një provim në fakt, ka një masër që janë duke punuar të dyja. Vajza si jeni mirë, jeni duke ecër me atë, apo jo? Me masterin shkencor. Me masterin. Me qa shkence mereni përgjithsisht? Rahja e vezës. Nuk thuan të gjitha, me Lediana nuk thuan të gjitha. Pra ka dhe veza në mënyrën e saj të rrarë. Ka veza sekretet e saj. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Oke, vajza, shpejt në përvëndit tuaj, atër e minjiruar, në fakt e kemi rokur, e kemi cekur, e kemi prekur, kemi folur disa herë për këtë lloj fenomeni në këtë vënd. Kush është fenomeni? Madje kemi kështu, kemi nga këto specialistë që kanë dalë 2-3 herë në emisionin tonë. Atjetër, po. Historia në fakt është e trisht. Është një histori që daton në 8 mars të 2024, pra i bie ditës së grave, gati një vit para. Jemi në Delvin. Zonja ishte 58 vjeçare, punonte në Bashkinë e Delvinës. Me një aksident, me pasoj vdekja. Sigurisht, aksidente në fakt mund ndodhin kudo në përbot dhe ndodhin, për ditë, pa tjetër. Por kam përshtypjen Orlu Miku që atje i ka davarit gjonat mirë sistemi. Problemi është që ne aksidentit i kemi me të njëjtën shpejtësi si në qytet, si në autostradë. Po pa tjetër. Njësoj. Pra në qoftë se autostradë aksidenton dikë me 120 km/h, po aq, edhe në qytetit. Pra po thoja që jashtë bota, ajo kapitaliste i ka davarit, i ka sheshu këtë gjona, jere mirë, bazuar në analizën ekspertize që bëhet automobilistike, apo të aksidentit, apo pamjeve e tjera. Këtu tek ne nuk do të zgjidhet kurrë, edhe e them me gojën plot, për sa kohë ekzistojnë 6 apo 7 apo 8 akt ekspertimi. Si e thot njoni, se thot tjetri. Si i bi lenës, nuk i bi prenës, e ku gjusë që gjërë tjera. Tepër nga mënyra se si bën këto akte ekspertimi. Bravo. Pra akte ekspertimi nga njërës akoma sot dhe kësa dite të pa qënë specialist për të bërë këtë gjë, dhe sot dhe kësa dite akte ekspertimi që nuk të regojnë kur se ku ishte vërtet makina, apo sa ishte shpejtësia saj, apo kau i lëvizjes, apo eksistenca vijeve të bardha, apo tjetër. Pra, fajet në këtë vënd dhe jo vetëm, fajet e aksidenteve, po them, i merë viktima. Fajet në këtë vënd me vete i merë një pacient e merë viktima. Vdes për shkak të një mjekimit gabuar të doktorit. Edhe ka që mbaroj kjo punë. Kjo është historia që do flasim sot. Një histori që në fakt përveç rast historive të tjera që kemi trajtuar është dëshmia e djalit të ndjerës që thot pas aksidentit na vjen në shtëpi një avokat, Ardian Dauti, i cili na thot, do ta marrun çështjen, do merrni para dhe pa merak. Kam folur unë me prokurorin dhe me gjyqtarin dhe këtë punë e ke. Janë këto avokatët me këto përqindjet shumë. Po, 50-50, 70 avokati, 30 ju. Merë goxha paraj, ka rregulluar gjithë mekanizmin. Madje shkon më te, si shtot dhe djali i të ndjerës që më nxorin telefon prokurorin.
më nëzorin telefon gjyqtarin, me avokatin e ke të mbyllur këtë punë. Se kuptohet që avokati sherë dhe tes. Mi po familja nuk përnojt bëj pazara me këtë histori dhe sigurisht nuk more ti avokatin që tu afrua. Gjërat shkohen ndryshe. Ai që ka bërë aksidentin, sot është i lirë në për Delvin. Dhe ca më tepër, aktet e ekspertimit janë skandaloze, janë të tmerrshme. Hapi i parë. Përshëndetje miq të Stopit, ndodhemi në Delvin ku pikërisht rreth përpara një viti në këtë zonën këtu në 8 mars 2024, ditën e gruas, ka ndodhur një aksident fatal ku i mori jetën një 58 vjeçare, punojse të bashkisë Delvinës. 5:10 ka qenë ora, kemi dalë në punë si zakonisht, të bënim punën e të dilnim të festonim ditën e 8 marsit. A ishte 8 marsit? Po, në moment dalun, 8 sepi takoheshim si herët e tjera, atë ditë nuk e takova. Më mërzita shumë, besha shumë me atë që gruazojnë. Dhe më flet çuni që bëri aksidentin dhe më thot që aj se godita shkëndien. Marë shoqen në krah që Dhe shkuat në spital bashkë me... spital djali, erdhi bashkë me ne. Me atë makinë që u aksidentua. Po, me atë makinë u tregua, erdhi me ne bashkë. Si e morët vesh ngjarjen? Data 8 në mëngjes, ora 5, vjen njëri ku më njofton, me fletë e shtëpia, to të hajtë e kanë shti për gruan në pazar. Zgjoj djalin, marrë djalin makinë, vejmi në spital këtu, më thanë që e qonë në Sarandë. Vetë në Sarandë urgjencë, e shikoj të dhëmë atje, qarë në kokë, atë ku i fashon një këmën. Kishte pak gjaka në goja kështë dalë. Ishte pa ndjenja, ju nuk arritët të... Nuk fliste, nuk reagonte. Bilede si që hapë doktori, kishte këthjerë në gati të mbaruarsit. Shkojmë bim skaner. Isha në skaner dhe unë, të më thanë që ka hemoragji në kokë. Sa është njofton një helikopterin të vijë, kemi njoftuar thanë helikopterin. Më thonë më që ti njësu para, që të vesh në Tiranë. Unë nisa unë për Tiranë, sa harita në një vënd që thonë Shkëmbezi, midis të Pelenës dhe Gjirokastrës, më me shoku i djalit, ktheu thotë se helikopteri kishte ardhë. Helikopteri, por nuk proftasi të hipne në helikopteri. Më thotë, ktheu se e mbarë çdo gjë, tha. Pas atë momentin profet ktheu i thash, si më tha ma ktheu. Kishte marrë një vazhar gjaj në Tiranë që të dilte para mua jo atje, sa të veja unë. I thua asaj, Theo se mbarë çdo gjë tash. Mos rinë në spital këtë të prisni. Si më ta më jo, ajo luri ti atje. Pra kjo historia e ngjarjes së asaj dite. Jemi tek momenti që fill pas aksidentit ku familjes akoma nuk i është tharë loti në sy dhe e trishtuar për të çka ndodhi, troket në derë Ardian Dauti, avokat. Ka qenë një 2-3 herë i ftuar në emisionin ton për përqindje të larta 50-60% për vlerat dhe për sasinë e konsiderueshme të parave të cilët këto raste gjuajnë. Po kjo jo për shkak të avokatisë të tij të Zot. Kjo për shkak të njohjes së mirë që ka me prokurorin apo dhe me gjyqtarin. Ja, ca avokat janë dorë lëshuar, vajza, janë dorë lëshuar. Jo se i kanë të vetët, më se i kanë lekë të tjerë. Po jo, nëpërmjet prokurorit dhe avokatit ku ka çështjen, ata janë dorë lëshuar sepse kuptohet një pjesë kthehet pas siç vinë remitanca tu nga refugjatët në Shqipëri. Dijeni pak. 2-3 ditë pasi nëna kishte ndruar jetë, ka ardhur në shtëpi avokati Ardian Dauti dhe na tregoi që ishte informuar për prokurorin e çështjes, për ekspertin Andrea Baxherin, për prokurorin Klodian Llaho. E na bëri të njohur atje në shtëpi që me anë të tij e kishim çështjen e fituar. E pak fjala i shikonte punën e tij si shikonte këtë si biznes, po të shokuar ne nuk po e kuptonim të çdo gjë. Dhe tha me të shkuar për të na bëjtur të njohur më shumë, për të krijuar besim tek ai,
do shkoj në Saran, tha, do telefonoj, tha, kur të jam atje. Që do më nxirte në telefon të flisja me prokurorin e çështjes dhe me Andrea Baxherin. Dhe kështu ndodhi, pas në një ore, rreth një ore, diçka e tillë, më merr telefon avokati Ardian Dauti dhe më nxjerr telefon Andrea Baxherin. Dhe më thotë Andrea Baxheri që me këtë avokat e ke të fituar këtë çështje. E përreth pas 20 minuta më merr përsëri në telefon edhe më thotë Ledion, foli pak ti miku tim. Dhe më nxjerr telefon, më thotë që jam prokurori, është miku tim, avokati. Më bëri të njohur dhe e bëri të lehtë që fajin e ka pat shoferi edhe çdo gjë është në rregull me këtë avokat. Po nuk na pëlqeu se kur e diskutuam në shtëpi më pak më mbrapa dhe të shokuar nga ajo çka kishte ndodhur. E kuptuam që nuk e donim këtë gjë. Ne e kërkonim thjesht drejtësinë dhe nuk kërkonim që të bëni biznes me gjakun e Hamas. Prandaj vendosëm që mos ta caktojmë si avokat. E në fakt pam se si që në të vërtet çështja. Se si atje po luaj çdo gjë. Refuzimi i avokatit Dauti nga familja e viktimës solli që kjo ngjarje të marrë një tjetër rrjedh. Djali i zonjës Ndjerës që foli, tha nuk e pranuam si avokat, sepse nuk donin bënim të lloj pazari. Mirë, po në fakt tu ndryshoi rrjedha e çdo gjëje. Pra, avokati tha që ai do dënoj dhe ju do merrni dëmshpërblimin. Te konfirmojnë nëpërmjet telefonit dhe prokurori dhe gjyqtari që do merrte çështjen, megjithëse pa vëdhur shorti e dini se kush do e merrte. Pra, kishte fajtor aksidenti. Po dhe me që djali e prishi këtë pazar. Pa. E prishet që këtë pazar. E prishi këtë pazar ti, po. Prishet dhe gjithçka rreth aksidentit. Po jo, po s'më dëgjove ti kur folo me prokurorin, apo rri tani. Jo, po atë foli prokurori, atë foli gjyqtari, s'deshe. Sigurisht. Ai që bëri aksidentin, ndeti një 2 muaj apo 3 para burgim dhe doli. Doli. Kjo dhe për shkak të ca akte ekspertimeve COP 2 në mos gaboj, që janë, nuk e di. Nuk e di mërë sot... S'është çudi që ai të ketë pas të njëjtin avokat. S'është çudi fare, të ketë pasur të njëjtin avokat. Të edhe elementi nuk e di, në fakt është për të parë. Dijeni pak. Personi i cili aksidentoi, a u dënua, a shkoi përpara drejtësisë? Çfarë ndodhi me atë? E mori policia, se me atë makinë e çuan në spital. Ma që e goditja i çoi në spital, me ja 2 tjerë që dolën atë, e ndihmuan. Pse e mori policia, e mbajtën 3 muaj, 2, 3, para burgim. Ai ka dalë tani. U bë gjyqi i parë, atë e nxorën të pafajshëm. Ai lëviz me makinë, lëviz me motor, ta di bëjmë drejtësisë. Çfarë kërkon nëpërmjet emisionit Stop? Unë kërkoj që të filloj ekspertiza e parë në vendngjarje. Se ju nuk jeni dakord si familje me ekspertët? Çfarë ju dyshoni që ekspertët nuk e kanë pasqyruar në aktet e ekspertimit, por edhe çfarë kanë ndryshuar? Nuk është i pasqyruar sakt, sepse të dhënat e atyre janë krejt të kundërta. Ajo është e goditur në krahun e majt të makinës, duke ardhur latë shoferin të pasqyrat të bile ka shënja poshtë makina është filmuar dhe ka ikur në krahun e majt, nuk ka prerë fare, do me thënë makina mund të ketë qenë me robot, pa njeri, që të godasësh një njeri në krahë të majt. Ska shënja frenimi. Asnjë lloj shënje frenimi dhe asnjë lloj lëvizje, do me thënë të bënte një, si të them, unë jam shofer vetë, dhe kur më del dhe një kafsh përpara, o do frenoj, ose do ta devijoj. Ki nuk ka bërë asnjë, ki e ka lënë makinën të lirë, si kur s'ka pat njeri fare, e ka goditur me 75-80, kjo është logjike që ti thyesh këmbë, duar e kokë, që ta bësh mish, ashtu si e pa shumë, për vete time që e zbulova këtu në Arkivoli, është e pamundur që të ketë shpesigi që pas... Sa thonë ekspertët, sa e kanë nxjerrë shpejtësi? E njëherë nxorën me 40,
pastaj e nxorën me 60. Atje 45, 50, 60 është e pamundur, sepse që të marrësh ta hedhësh mbi xham, të thyet dhe xhami, dhe ta marrësh prej këteje 10-15 metra. 10-15 metra, viktima është shtyr nga goditja. E ka marrë si për mbi xham, e ka marrë si për mbi përpara dhe ai s'ka parë fare, nuk ka bë asnjë lloj lëvizje dhe makina ka ikur me vedir, ka shkuar nga e djatha e Korsis, ka dalë në të majt përpara lokalit. Ja pra sa vlen jeta e njeriu në Shqipëri, vajza. Akt ekspertimi është Kusret Qameti. Pra, janë mbledh 3 ekspert bashk dhe kanë bërë një akt ekspertimi, ku sigurisht fajtore është viktima e ndjera, por nuk kanë cilësuar në atë akt ekspertimi sa ishte shpejtësia e mjetit, kau i tij lëvizjes. Pra, problemi më i madh që kemi ne në këtë vend, Lumiku, vëllezër dhe motra, bashkëkombas, është që këtu nuk kontrollon kërkush punën e dikujt, pra një institucioni, ekspertët rrugor. A ka ky një Olimp, apo një drejtor të përgjithshëm që i thotë ai këtu? Një kontrollues. Ka dalë në media ky rast, jo vetëm tek ne, edhe në tjerët. Çka ke bërë me këtë? Kjo është e turpshme. Po si mundet bësh këtë akt ekspertimi? Njishtas kjo. Sot e kësaj dite akoma nuk ka kaluar në njësi të imë gjithë ta ekspertët që treqareku tyre ka marru për industri tekstile, apo dizajnjo, ku duhet... E për kredibiliteti që kanë, më. Besueshmëria që kanë. Njishtas kjo. Megjithatë, kemi pamje të, në fakt, një kamera që ka regjistruar një pjesë të aksidentit, kuptohet që, ose më saktë shikohet që automjeti ka qenë shpejt, jo sa që pretendojnë ekspertët, 40 deri në 50 km. Jo. Duke parë dëmtimi që ka kjo makinë në kofëna dhe dëmtimin e xhamit me viktimën, shumë shpejt. Nuk mundet sot një makinë që është me 20 apo 30 apo 40 të vi dhe ti të shkosh aq shpejt ke xhami sa për ta thyer atë. Nuk do as merr as kalë. Ka hedh 15 metra larg. Bravo. Pra është një shpejtësi. Ke qenë mbi 70 në orë. Patjetër që po, mër djalë. Digjeni. Fillimisht ne do të ndalemi tek dinamika. Drejtuesi i automjetit vinte nga drejtimi i qendrës së Delvinës, pikërisht siç po shikoni këto automjetet, në rrugën lart Delvinës, por përplasja me sa duket ka ndodhur në këtë pikën këtu dhe drejtuesi i automjetit mund të ketë qenë me një shpejtësi të konsiderueshme mbi 70 km/h dhe për shkak të përplasjes viktima shtyhet rreth 10-15 metra në afërsi të këtij biznesit këtu, i cili ka mundur që të filmoj një pjesë të aksidentit. Pra, duket qartë automjeti i cili vjen me shpejtësi, jemi rreth orës 5 të mëngjesit, nëpërmjet dritave të automjetit ne kuptojmë që përplasja mund të ketë ndodhur pak metra më përpara dhe ka shtyr trupin e viktimës diku këtu. Dhe gjithë ngjarja është filmuar nga kamera e këtij biznesit këtu, i cili na le të kuptojmë të gjithë dinamikën e aksidentit. Sipas këtyre pamjeve që ka siguruar emisioni Stop, në këto momente shikohet viktima duke kaluar rrugën nga sheshi kryesor në krahun e majt të rrugës tjetër. Ajo qëndron aty vetëm pak sekonda duke kontrolluar koshat e mbeturinave dhe më pas vendos që të kaloj përsëri rrugën nga krahu i majt i saj drejt sheshit në drejtimin e djathtë të rrugës. Pikërisht në këto momente, ajo goditet nga makina e cila sipas pamjeve ndodhet në korsinë e kundërt të rrugës. Sipas lëvizjeve të hijes së dritës, që arrim të shikojmë tek cepi i tendës së lokalit, dallojmë trupin e viktimës që ka përfunduar përballë lokalit rreth 10-15 metra larg nga pika e përplasjes. Detaj i cili tregon që automjeti mund të ketë qenë me një shpejtësi mbi 70 km/h. Dhe bota e zezë atje e ndyt i ka sqaruar këto gjëra. Me 40 është tabela, ishe me 41. Po, mbaroi kjo punë. 3 akte ekspertimi kemi ne. Falë që kanë 3 nga 6 ekspert. 3 akte. Në cilët në mënyra të ndryshme, me shumë fines, por të gjitha në favor të drejtuesit të automjetit, por pa pasqyruar sakt
ku ka qenë mjeti në momentin e aksidentit, në cili ka. Nga që kuptohet nga pami është në korsit kundërt i herë. është komplet korsit kundërt. Sepse ka nxjerrë justifikimin që ka pasur makinat parkuara. Pikërisht se ka pa duhet ishe shumë më pak me shpejtësi. Duhet ishe të paktën 20 km/h. Kjo është shumë e rëndësishme, por gjëja tjetër që është për tu habitur, që përveç se një fatkesie që ndodh në këtë vend, nuk e uroj kërkujt një aksident, patjetër, por çdo kush duhet përballet me konsekuenca që vijnë për shkak të kësaj gjëje, për shkak të një shpejtësie, të një pakujdesie, apo pavëmendje, apo një alkooli, jo ndoshta rasti konkret, po të sugjeneris në të gjitha. Përballuni me të. Këto lloj manipulimesh, këto lloj gjërash, kemi të ftuar tani në këto momente Andrea Boxheri, një ekspert që ka qenë dhe herë të tjera në emisionin ton. Ka një mënyrë të tij të bërit të akteve të ekspertimit brillante. Nuk e di se sa me çfarë kosto, po ta bën si të duash ti. Patjetër që po. Që nga me porosi. Po. Porosit dy pica margarita. Po jo, më ka dhe kostume me porosi. Porosit një akt ekspertimi, si e do. E dua kështu. Ka kostume me porosi, ka dhe ekspertizë me porosi. Si dush ti mërë, ta nxjerrë. Madje mund të ndodhë që ky eksperti, Andrea, pra në një rast aksidenti, të dali në akt ekspertimin e tij që thotë që po, indjerja ka ndruar jetë, po jo për shkak të përplasjes nga makina. Për shkak të një arresti kardiak. Makina e përplasi e hodhi 15 metra në ajër dhe nga rënja në tokë ndodhi. Jo nga makina. Jo nga rënja në tokë. Vdiq nga arresti kardiak. Problemi me zemrën. Që ta kuptoni. Ndiqeni pak. Si pas dyshimeve të familjarve, janë ekspertët autoteknik të cilët kanë ndryshuar të gjithë rrjedhën e këtij aksidenti. Eksperti i parë, Andrea Boxheri, ka manipuluar vendodhjen e automjetit në momentin e përplasjes, shpejtësinë e tij duke lehtësuar pozitat e drejtuesit të automjetit. Ekspertët e dytë, Evaldiao dhe Arjan Janku, mbajnë të njëjtën logjik si kolegu i tyre Boxheri, ku përsëri fajin e kanë kanalizuar tek viktima. Ekspertët e tretë, Alfreda Sanaj, Mamir Hodo dhe Ardit Gjeta mbajnë të njëjtën logjik si dy akt ekspertimet e tjera, ku faji gjithmonë i ka kaluar viktimës. Por në asnjë nga këto tre aktet nuk është pasqyruar pozicioni saktë i makinës në momentin e përplasjes, ku sipas fakteve në momentin e përplasjes, automjeti ka qenë në korsinë e kundërt për shkak të makinave të parkuara në anën e majtë të rrugës. Shpejtësia e madhe e automjetit dhe mungesa e ndriçimit rrugor bëri të mundur që aksidenti të kishte pasoja fatale, me humbjen e jetës së 58 vjeçares. A do ndryshoj gjë? Absolutisht që jo. Absolutisht jo, sepse ne, Orlu Miku, dhe veç e veç, dhe bashkë kemi treguar që nuk jemi të zotë të ndryqojmë gjërat në këtë vend. Çfarë do lloj gjëje qofshin ato? Problemet e akte ekspertimit të aksidenteve, problemet të ngrirjes së rrugëve për shkak të mungesës së kripës, problemet të rrëshitit të dherave, të përmbytjeve, të mos pastrimit kanaleve të kulluese, të mos ngrojes në shkolla, të mos punuarit të semaforëve, të mos pastruarit të Tiranës dhe jo vetëm, të përmbytjeve të përvitshme ka 2-3 herë, apo dhe zjarreve, apo kujtun çfarë tjetër. Ne nuk po zgjedhim dot abonet. Ne nuk dim të reagojmë dhe këtu nuk ka për të ndryshuar asgjë. Ne po zgjedhim dot abonet, të ketë abone për të tërë. Po, bravo. Abone. Kaq mirë, kaq. Sigurisht, kishim detyrimin moral për të folur, sepse djali familja u ankua tek ne, do të mundojmë të asistojmë me çfarë mundemi, por në sistem nuk do ndryshoj asgjë. Për këtë t'jeni të qetë. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Jeni vesh bukur sot. Afroni, vajza, jeni vesh me këto zemrat e vogla, si kjo Ami, është kjo firma, se bona qik reklam, po hajtë varja, ha? është një që e ka pas majt lalieri atë zemrën e vogle. Ma mendi këto? Që e kishtë këshuaj. Ma në menat e zemrën.
lëvizi praktikisht gishtat një dyre, bravo zë. Ishte zemra, ja këto që i videot e TikTokut, zemra. Atëherë, vajza, në fakt një gjë që nuk do ndryshoj në këtë vend, apo t'ja them sekret tyre, afro. Shiko, doni të përballeni me këtë realitet që doni, mos është tepër për ju kjo që ju theni natë për natë. Mësoni boni të forta. Një gjë që nuk do ndryshoj tjetër në këtë vend përveç asaj që folëm, është dashuria me vllaj me vllaj. Dashuria vllazërore. Keni dëgjuar për dashurinë vllazërore? A keni dëgjuar për këtë gjëra? Dashuria vllazërore. Çfarë është dashuria vllazërore? Çfarë është? S'kam fjalë. Çfarë është dashuria vllazërore? Çfarë është dashuria vllazërore? Se ti ke fjalë. Nga dy janë bëhen një. Nga dy bëhen një. Dashuri vllazërore. Sepse njërin e vret vllajin apo jo çfarë? Sepse është kjo më që e kanë shkruajt veprat, më dashuri vllazërore kur i merr pronën vllajit, kur e le për jashtë. Këto janë dashuri vllazërore, këto janë. Kur si flet me gojë, kur si jep tokën që i takon. Apo që ja kalon baba. Po pra, kjo është në për libra në letërsi botërore. Por ata që s'kan probleme me pronën nuk duhen fare. Kush ka probleme duhen. Duhen gjithë jetën. Hami se pe qa met me dal 1.80. Rinkom, s'ka problem. Oke. Kjo është historia që do flasim sot. Dy vlezër. Se cili ka shtëpinë e ti. Në fakt vllai i madh thot nuk e flas Hasanit, se ka hedhë në gjyqë Ramazanin. Është ai që ankohet këne Ramazani. I thot vllai i mesëm, i thot po Ramazani pse ka hedhë në gjyqë Hasanin? Jo, Hasani ka hedhë Ramazanin. Okej. Vllai i dytë. E ka hedhë, i thot, din nga shtëpia ti. Si më del nga shtëpia? A e kanë bashkë shtëpinë, a e kanë jetu bashkë? Jo, e ka ky vetëm Ramazani me certifikat. Gjitha vetëm, ë? Jo, rregulla ime pjesë në vet. I kanë da pas vdekjes së prindërve i kanë da. Ti këne, kanë thonë ti majtë babën e nonën, takoj e shtëpia. Hasani ka shtëpinë tjetër poshtë. I po Hasani, në bashkëpunim dhe me Kadalcrën, ka Dalcrën këtë mes, që i ka bo një letër prone, i thot, të shivlaj, thot, pa ditë që nga shtëpia ti. Pa hajde njërë nga shtëpia, hajde. E që e kanë 2 katë që shpinë. Ta kishin bo kalane Rozafës 3 kate, kishin që gjithë vlezit rehat. As Rozafa nuk ishte muros. A e nusja shkret kishe që në shpit vetë të shishë. Me një për e me mesa s'ka gjo. E kupto? E qitën vlajnë për jashtë. Po kush? Vlajnë pra. Kjo pra të rëgonë dhe njërë dashurin e madhe që kemi ne. Vlajnë me vlajnë, motra me motrën. Po pse kemi të rëgu këtu goca për nonën. është njona në Elbason, përvarën. E qiti goca nonën për shpije. A ka dashurim më të madhe se kjo mi goca? Ja. Bravo. Ku e keni parë këtë dashurim? Në gjve për teatri e keni parë. Ku? Mere nonën për flokës e qiti për jashtë. A tjetëri? Që ke? Më pështyve, që bonë, që apo jo? Po jo më po është kjo është... Hapi i parë. Ju përshëndes nga qyteti Rrugozhinës, jam në lagjen e re së bashku me zotin Ramazan Aliu, i cili është drejtuar emisionit Stop, pasi pas 35 vitesh rrezikon që dalësh jashtë shtëpisë tënde. Bëhet fjalë pikërisht për këtë banesën këtu, rreth 130 metra katror, e ndërtuar në 90 nga ana juaj, me vërtetim fakti nga gjykata e Kavajës në 94-ën, rrezikoni që dilni nga banesa sepse në vitin 2022, sipas pretendimeve tuaja, vëllai e ka kaluar banesën tuaj në emër të tij. Shkojmë të na shpjegoni më mirë historinë Ramazan? Në fund të faqes së 2 të këtij vendimi gjykate është dhe vërtetim pronësie, me anë të cilit vërtetohet se prona e sipërcituar u regjistrua në regjistrin e vitit 94-95, volum 1, faqe numër 15, indeks numër 45, në punësi hipotekor Skënder Gjosi. Ky është dokumenti dhe i pronësisë, le të themi, që ti ke patur. Po. 2022 më erdhi një fletëthirrje për gjyq. Nga kush? Nga gjykata. Po, kush kishte të çuar në gjyq? Për pjesën pasurie vllai. Dhe bëhej fjalë për këtë banesën këtu? Për këtë banesën këtu. Njëkohësisht ASHK-ja ka nxjerr këtë në emër të atij, shpinë që o me vendim gjykate poshtë në emër të babait, në emër të atij. Po pastaj e kontaktuat vëllain e pyetët se çfarë ka ndodhur? Në telefon. Në telefon tho çdo lloj tho është në emër tim. Nga 94 Ramazan, ku ju keni marrë atë vendimin e gjykatës, deri në 2022 po flasim. Pse nuk bët asnjë veprim tjetër në lidhje me certifikimin e banesës dhe truallit? Ja, kam
vërtetim pronësie të regjistruar në hipotekë. Se s'ka asnjë kënë certifikat. Dhjetë vite nga Ramazani i shkret që frike shpia vetë. Një të që me Hasoni i dita, sigurisht dhe me ka dalësërës. Që janë dhe këta usalare që vetëm din me bo letra falso, me mor lek e me vjetë poplin. Me bo i punë si duhet se bëjnë do të. Po ka ra dakord pra gjithë dheze moj që ta marri njërin kat me që ka jetu me prin njëri dhe katin tjetëri. Thu ti? Ora ti? Ju the kështu thonë. Allah gjatë e Kjo që thuti, kjo është harmonia mes vlezërve. Kjo nuk është dashuri. Kjo është parajs. Kjo nuk është dashuri. Kjo është parajs. Dashurit vërtet e ka Hasani këto. Fakt vlaj matë që e merë në telefon Dominika, thot, ne nuk i flasim me goja Hasani, vetëm për këtë që ka bo, që ka hudhë në gjysh njoni nga vlezërit tanë për shpinë. Vësha. Hasani ka vajtë ka dalë sëra, i ka thonë, nani një lek, me jep një më certifikatër, me gjithë se ka vedim gjyshi Ramazani. Pra vlaj që janë kohët këne. Ka letrat e gjona, ku të pëtë pëtë ka dalë sëra se pas këti vendim gjyqi. I kërë e dreqë. E ti e di ku që është ka dalë sëra? Të më ajo që i me gjonat jarëm. Ka dalë. Ajo është me kom frena. Frena. Afro, briefing. Ka dalë ka për poplin nërë. Për vetën e vetëve. Për këto që dun me vjellë tokët. Këto e kanë... Për 24 orë t'jep 400 hektar tokë minon. Qojnë kësëja, ke pat butonin së ke penci? Qojnë sport. Që t'jesh sedile gjithë kohë që... Nuk i ndajnë me njëri tjetërin. Nuk e bëjnë këtë gabim t'i ndajnë me njëri tjetërin. Janë gjithë se cili për vetë në vetë. Kush mërë? Ka dalësës. Kanë ato hierarki. Ka drejtor, këshu... Me dash me bone i tokë këshu bujësore, ta po shu tokë dërtime? Në dhonë legët e? Qa thumë, po? Pa, sa del për djerë, hajde më mere se të umaru kjo punë. O për thash nesër, me era vëlla ze umaru. Hajde, vazhdimi. Si ka përfunduar shtëpia e Ramazanit tek i vëllai, Hasan Aliu. U interesuan pranë drejtorisë së përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, ku na thuhet që regjistrimi fillestar është bërë në vitin 2005 në bazë të listës së trojeve të vitit 95, ku në fakt për këtë banesë ka figuruar zoti Gani Aliu, babai i Ramazanit dhe Hasanit. Pasi zoti Gani ka ndruar jetë babai i Ramazanit, atëherë është bërë dhe çelja e trashëgimisë dhe është ndarë pasuria në mënyrë të barabartë tek fëmijët. Më pas këta fëmijë, vëllezërit dhe motrat e Ramazanit kanë bërë dhurimin e pjesës takuese të tyre tek Hasani, vëllai, i cili ndodhet në emigracion në Angli dhe pas shkak të gjitha tentativave tona për të patur një mënyrë komunikimi, nuk arritëm dot për fat të keq. Ne provojmë të kemi një komunikim me vllain e Ramazanit, zotin Izet Aliu. Shtëpia është e babës dhe Ramazanit. Shtëpia poshtë është vetëm Hasanit. Kaq, më thjesht fare. Ai që ka majtë prindrit, i të ka dhe pjesa prindrëve lartë. Kush i ka mbajt prindrit? Ramazani ka majtë prindrit, i të ka një pjesa lartë, komunikim zero me Hasane. Vetëm të e ka që vajtë gjyqë, unë i kom putë marranjët. Pavarësisht që zoti Ramazan është pajisur me vendimin e gjykatës, është penalizuar sepse e ka mbajtur në shtëpi dhe nuk e ka regjistruar, nuk ka çelur kartel, ashtu siç ka vepruar babai ose ndonjëri prej fëmijëve që qëllimin e kishte të pastër. Çfarë çandjesie pozitive të jep, dy vlezër. Këto janë tema që mua më krijojnë një lloj që realisht bëhen pishman. Jo se koldimi, jo se kjo e ka marrë se koldi kjo. Më je mirë ti moj. Jo, realisht to janë tema që më bëjnë të mendoj që s'duhet ikur nga ky vend. Bravo, kjo janë tema që kuptoj që kjo shoqëri. Mandrojnë mendjen. Bravo. Pra në ka një gjë që nuk madje as atë patente që thon, as pasaportën nuk do rinovoj se m'ska don tash. Jo, se po ta rinovoj. Ku të shkosh. Se po ta rinovoj edhe mund tiki. Jo. Çfarë mrekullie. Vllai me vllajin. Në, e kuptoj ti. Dhe çfarë vllai ka lum Ramazani për Hasanin. Pra, edhe imagjinon sa të dashur është ky Hasani këto me komshin, me këta të tjerë, brillant. Lum ne. Zemërgjerë. Po ti pse thusi për gjim për korçë minon? Zemërgjerë. Ti je nga Korça? Po, është nga Korça. I ka unë natën e mirë, miropafshim. Ti nga Korça? Po, Korçare. Korçare kjo? Me të dy prindrit Korçare. Vërtet? Po. Vërtet me?
Vërtet me? Po. Ja Allah. Për qa arsye thotë jam nga Prandaj e shtuti me ti me koqe. E po ti llafosu me... Nuk e kuptoj, pse thotë jam nga katunët e Tiranës. E po kjo është shmendur pa punuar. Prandaj, okej, hajde natën e mirë, përshëndetje që mi nesër mbrëma. Fjeqerat një. Shnet mirë bashkë. Hajde, deso, ikni. Yje. Yje nuk ju them dot se e ka zënë Ledioni që e thot ke Big Brotheri. Po pra, do t'ju them Flonza. Kometa. Kometa. Ju jeni kometa tonë. Kometa Halley. Hajde, thriti. Flonza. Onza. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.